Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot herët në mëngjes, publiku befasua me lajmin e rikthimit të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi për përballje me drejtësi pas 14 muajve arratisje. Derisa në kampin shqiptar në Vlen, pra situata po vlon për zgjedhjen e një udhëheqësie të re që do të vazhdojnë me udhëheqjen e koalicionit Vlen apo në shkrirjen e subjekt të vetëm politik, ku ndodhet BDI në këtë momentum politik. Çështja e provimit të jurisprudencës u shndrua në kauzë studentore të studentëve shqiptar. Por në realitet, nga pushteti barrën e hedhën mbi 7 ish-ministrat e drejtësisë që janë shqiptar kanë udhëhequr me këtë institucion. Pse dështoi miratimi e rezolutës për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Këto tema gjithasonte do t'i trajtojmë me deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ish-ministrin e drejtësisë, zotin Blerim Bexheti. Mirëmbrëma, zoti Bexheti, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Zoti Bexheti, po e filloj me këtë që ishte tema aktuale, jo vetëm brenda vendit, por edhe në rajon. Kthimin e zotit Grubin. Ky lajm në fakt ju gëzoi apo ju friksoi juve si ish bashkëpartijak pra që keni qenë gjatë kohë në BDI me zotin Grubin, më vonë keni pasur edhe pak knatësi të ndryshme, mirë po megjithatë sot kur e morët lajmin, çfarë ndjesie kishte të gëzuat apo u friksuat që zoti Grubi u kthye në Maqedoninë e Veriut? Fillimisht kur më kontaktuat dhe konfirmova ardhen këtu në mediumin e juaj, kjo nuk ishte temë, kjo ndodhi sot. E përshëndes edhe individualisht, po edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, vendimin e tij që të përballet me organet gjyqësore dhe në proces ligjor, transparent, jo selektiv, që të dëshmon gjithë atë që konsideron se duhet të diskuton dhe janë çështje interne në prokurori dhe në gjykat. Po shumë e rëndësi që drejtësi selektive mos ketë, është shumë e rëndësi që janë nga media të shqiptohen vendimet dhe me konspiracione të ndryshme, çdo qytetar, çdo shtetas i këtij vendi ka drejt në çdo kohë që vlerëson edhe kur nuk është i kapshëm para organeve të rretit që të paraqitet. Zatën e ka edhe detyrim. Dhe mendoj që është një akt i zakonshëm. Arsyet pse nuk ka qenë i kapshëm, sigurisht që ai din, zoti Grubi i din, dhe me siguri se në proces edhe do t'i shtjellon. Mirë po, vjen nga subjekti juaj politik, edhe pse përkundër faktit dha dorëheqje pas arratisjes së tij. Mirë po, megjithatë, zoti Bexheti, çfarë ka ndryshuar në drejtsinë e Maqedonisë së Veriut që para 14 muajve nuk ka qenë momentumi që të përballet me drejtsinë zoti Grubi dhe tani çfarë ka ndryshuar sipas prizmit tuaj? Qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të shumicës shqiptarëve dhe një pjesë konsiderueshme të madhe të qytetarëve të këtij shteti e ndajnë atë qëndrim që ne jemi kategorikisht kundër një drejtësie selektive, kundër një kampanje mediatike që të shpallin njerëz të korruptuar pa baza, pa fakte dhe me tendenca të politikës ditore, duke u tentuar që të akuzohet një strukturë politike si e inkriminuar. Kjo fillimisht cënon parimin e prezumpcionit pa fajësisë, që është e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligje, dhe një narrativ i krijuar i rrejshëm që fatkeqësisht establishmenti i tanishëm politik në disa raste mundohet që ta shfrytëzon, që vazhdon të vendon standarde dhe praktika që nesër me gurin e vet do ta dëmton veten. Drejtësia duhet t'ju lidh njerëzve që punojnë me landat konkrete dhe jo politikanë dhe mediat të merren me rastet konkrete. Mirë po, janë mediat ato të cilat po sigurisht ato informojnë. Po edhe që kanë zbuluar edhe raste të shumta kur pikërisht ata që duhen me u marrë me drejtsinë e kanë bërë të kundërta. Pjesa e mediave investigative është tradit në krejt botën demokratike dhe është e lejueshme dhe normale është që të këtë dhe inkurajoj që gjithnjë më shumë
kështu lloj ta zhvillojnë atë lajmesh që ta zhvillojnë atë veprimtari. Kështu që nuk ka pse më frikson, nuk ka pse më gëzon, uroj që drejtësia edhe ndaj zotit grupi mos jetë selektive. Pra, si përgjigje përfundimtare, nuk jeni as i gëzuar e as i friksuar. Përshëndes vendimin e tij, ku bëhet edhe thirrje, aso ko isha edhe koordinator dhe sekretar organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim, pasi që gjithë opinioni e din se zoti grupi u prononcua vetë personalisht që nuk është pjesë aktive e politikës, që të paraqitet para organeve të rendit dhe të ballafaqohet me akuzat që i bën prokuroria në këtë rast. Dhe ai në proces ta dëshmon pafajësinë e vetë, në një lëshim nëse ka ndodhë në veprimtarinë e tij e kështu me radhë. Pa dash që të lishohem në aspekt juridik të interpretimit të rastit konkret. Po, sepse aty nevojitet tamam çësje profesionale. LSDM këtë zhvillim e quan teatr. Sipas tyre, ka një marrëveshje mes BDI-s dhe VMRO-s, marrëveshje e cila ekziston shumë më herët qysh nga momenti kur është lejuar që zoti grupi të dalë nga shteti, e njëjta marrëveshje vlen edhe tani për rikthimin e tij brenda shtetit. Ka diçka të vërtetë këtu? Shqipënjera është tendencioze të paraqitësh të thush që ka marrëveshje. Cila është marrëveshje? Si është e marrëveshje? Ajo vazhdon të diskriminon edhe më tepër gjykatat, prokurorinë e kështu me radhë. Pasi ato janë institucionet pavarura dhe si të atilla duhet të jenë. Kjo është për konsum të politikës ditore, duke tentu që të politizojnë rastin, pasi që jemi dëshmitarë se në periudhën e fundit ka pas përplasje për ndodhit në qeverinë aktuale, në ditët që ne jetojmë, të kësaj qeverie që ka pas përplasje ndërmjet partive politike për fenomene dhe rastet të caktuara që kanë ndodhë këto ditë. Ngjashëm ka pasur reagim edhe nga oponentët tuaj politik, koalicioni vlen, këtë zhvillim e ka cilësuar si një kuti e zezë, ku rikthimi i zotit grupi në Maqedoninë e Veriut do t'jetë një shans i mirë që zoti grupi të flet edhe për çështje tjera të cilat akoma janë të pazbuluara, me çka sipas tyre për BDI-n kjo do t'jetë goditja e fundit. Vlerësoni që ka fshet diçka zoti grupi ose ka diçka të tregoj për publikun që deri sot koalicioni vlen është i shqetësuar, besoj se riaktualizohet temat e qytetarët, pasi që shumë akuza dhe politike, po edhe akuza në këtë rast ka të bëjë me pjesën e llotarisë kazinove, që ata të gjithë eksponentët e vlenit pa përjashtim në objektet ndryshme bile dhe fetare kanë premtu që do t'i mbyllin dhe sigurisht që kanë këtë shqetësim që riaktualizohet memoria e qytetarëve që jo që nuk janë mbyll, po janë shtu dhe me siguri frika mbizotron se të qytetarët do të rikthehet tema që ka qenë një mashtrim nga premtimi i tyre se do t'i mbyllin kazinot. Bastoret e kështu me radhë. Pra, dhe përkundër kësaj që vlen nuk po i mbyll bastoret, sot qytetarët po e shohin që në ndyshime për keqpërdërim të pozitës zyrtare është një ish funksionar i lartë i BDI-s. Tash percepcioni se si është edhe pak më ndryshe. Nuk është... Sepse flitet për avullim të 8 milion eurove nga lotaria shtetërore. Ajo është nga organet shtetërore dhe qasja më e rrezikshme ku cënohet demokracia dhe funksionimi institucional i një shteti stabil është kur keqpërdoren organet shtetërore. Dhe besoj se më kuptoni për ku e kam fjalën në aspekt juridik. A cili është percepcioni i keqpërdorimit edhe në ditët e sotme dhe që apostrofohen njerëz të caktuar, që kanë gisht mbi këta institucione, edhe kjo është një dëshmi e gjallë që njerëzit e përfolin. Janë me emra dhe mbi emra dhe thash, pa dash që ta politizoj sot rastin, të gjithë eksponentët e vlenit, pa përjashtim, kanë premtu se do i mbyllin kazinot. Janë të mbyllura?
Jo, akoma ne do të flasim saktësisht edhe për dështimin e miratimit të ligjit për kazinët për largim nga shkollat 500 metra, po kur jemi tek zoti grupi. Iniciativë të atil ka pas edhe më herët. Po nuk ka pasur miratim përfundimtar. Kanë premtu mbyllje të plot. Jo, nuk ka mbyllje të plot. Kanë premtu në fushat dhe ne si grup parlamentar propozum ligj me gjitha standardet që edhe ai ligj fatkeqësisht. Shumë mirë, zoti Bexheti, po ju është dashur ta bëni edhe më herët, sepse tani nga opozita ju jeni mobilizuar për të mbyllur kazinot derisa keni qenë në pozitë. Ku është dallimi nëse akuzohet qeveria grupi që si ka mbyllë dhe ka propozu këtë në distancë 500 metra dhe të njëjtën e bën edhe kjo qeveri? Jo, s'ka dallim, domethënë është e njëjta situatë. Patër, lutem. Po, vetëm të mbesim këtu të kjo çështje. Ju jeni aktualisht me përfundimin e kongresit të 20 dhjetorit të partisë tuaj, ju nuk morët pozicionin në kuadër të funksioneve të larta brenda partisë, megjithatë ushtroni pozitën e deputetit apo të zgjedhurit të popullit. Për juve, si deputet i BDI-s, rikthimi i zotit Grubi në Maqedoninë e Veriut i shërben BDI-s apo e dëmton BDI-n? Unë konsideroj se ajo është çështje personale e zotit Grubi dhe ka bën mirë që është kthy, dhe gjithë personat tjerë duhet në proces, nëse dojmë ne që të kontribuojmë, gjithë qytetarët e këtij shteti duhet të jenë të kapshëm për organet e rendit. Pavarësisht situatave dhe tendencave, dhe kjo është një dëshmi, tash dikun në disa pjesë të medjave thuhet arrestohet, dikun dorëzohet. Që unë nuk i di detajet, realisht, nuk jam aktor, pamjet i kom pa ashtu, dhe është për ta përshëndet vendimin që paraqitet para organeve të rendit. Për juve ka qenë arrësim apo dorëzim? Me sa e vërejta, unë vetish në kufi dhe ajo tregon se ka gatishmëri që të paraqitet para organeve të rendit. Prej momentit që është në arrëti zoti Grupi, keni kontaktuar ju me të apo ndikush prej partisë tuaj? Përbes nuk kam informacion, pasi që ai nuk ka qenë pjesë aktive e Bashkimit Demokratik për Integrim e strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim, aso kohë nuk ka komunikuar me asnjë njeri në Bashkimin Demokratik për Integrim. Tosh nëse ka komunikuar me dikon të afërm vetë, familjar. Sepse mes tjerash nga Kosova, zoti Ahmeti kishte thënë që ndodhet diku në hapësirat shqiptare, që në fakt edhe kthimi i tij nga Piga Kuvitan në Bllac e dëshmoi dhe vërtetoi po të njëjtën deklaratë të zotit Ahmeti. Pra, ju si bashkëpartiak të zotit Grupi keni qenë në dieni edhe për vendodhjen e tij dhe me gjas aludohet që ka pasur. Ja, askush nuk ka pas. Zoti Ahmeti është referu informacioneve që në përfolur, pasi që edhe ai nuk ka pas asnjë kontakt, asnjë komunikim, dhe ka thënë që është në hapësirat, pasi që edhe ashtu kur ka kalu kufinin, ka kalu aso kohë në Kosovë dhe me siguri është në një prejudikim. Duke marrë për bazë faktin që BDI ndodhet aktualisht në opozit dhe jeni oponent të këtij pushteti, keni akuza të vazhdueshme ndaj VMRO DPMN-s dhe Vlenit pra kësaj përbërje qeveritare, besoni që drejtësia kundrejt zotit Grubi do të jetë saktësisht ashtu siç duhet të jetë profesionale dhe pa qëllime të tjera? Jo vetëm ndaj zotit Grubit, ndaj gjithë kujt tjetër, ndaj çdo qytetari duhet të jetë profesionale, e panshme, jo të jetë selektive dhe jo të jetë tendencioze. Po edhe ndaj zotit Grubit duhet të jetë e kthill në këtë drejtim siç e diskutojmë. Dakor. Dhe ndaj çdo qytetari të shtetit ton apo shtetasi tjetër që dishohet për ndonjë vepër të tillë. Dakor, tani për çështjen e zotit Grubit është ngjarja ka ndodhur vetëm sot ashtu siç e potencuat edhe ju, i gjithë publiku është i befasuar dhe do të lejojmë që ditëve në vijim të shohim edhe argumente tjera dhe deklarimi i tij sotshëm në prokurori. Mes tjerash ne po vazhdojmë të diskutojmë me temat për cilat janë aktuale edhe brenda kuvendit edhe brenda vendit tonë. Zoti Bexheti, ju si deputet vini nga fronti evropian, një front që pas zgjedhjeve parlamentare rezultoi diku me 19 deputet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Pas asaj, ka ndodhur zhvillime të ndryshme të shumta edhe ndryshime shumë të shpesha që nuk kanë kaluar pa lënë shenja dhe në koalicionin prej nga vini ju. Nga 19 deputet të frontit evropian, sa sot keni ngelur, zoti Bexheti? Plot. Sa janë plot? Numëri mjaftueshëm
që mbi supet tona të bartim përgjegjësinë e legjitimitetit që na kanë dhënë shqiptarët. Dhe si të tillë, gjithë deputetët që kanë këtë peshë, këtë barë, po edhe këtë drejtë, do kisha thënë, të kësaj përgjegjësie, e ushtrojnë pozicionin e deputetit me dignitet dhe japin kontributin e tyre aktiv në atë që është fillimisht konkluz, aspirate, çdo qytetari, çdo shqiptari, po edhe çdo qytetari tjetër këtë shtet, dhe ne atë punë e bëjmë edhe në parlament. Tani, më informojnë edhe nga regjia, ne tentuam ta lëm këtë çështje sepse akoma ka zhvillimet e tjera, mirë po me gjas, zotit Grubit i është përcaktuar nga prokuroria arrest shtëpiak. Edhe ajo është një ndër masat që i parashel ligji, arresti shtëpiak është një ndër masat që i parashel ligji. Nëse e marrim si të tillë, që kohën kur kam qenë unë ministër dhe qeveria së kohën nëpërmjet atë sa ju ka leju që të ndërhije në jurisprudencë, në organet e gjyqësorit dhe prokurorisë, ne kemi dhënë udhëzime me takimet me faktor relevant ndërkombëtar që merren me këtë çështje, që masa e arrestit të shqiptohet sa më radhë. Kjo është standard praktik evropian është. Dakor. Dhe është një ndër masat që i parashel ligji. E që në këtë rast është aplikuar pikërisht për një të arratisur 14 muaj jashtë vendit, që e kanë kërkuar organet e rendit me flet arrest ndërkombëtar dhe kur është vetë dërzuar i caktohet masa e paraburgimit. Nëse doni të lishohemi në aspekt profesional, nuk ka problem edhe këtu mund të lishohemi, po si që konsideroj... Po, sepse jeni jurist me profesion. Kam përgatitje të mjaftueshme. Po. Edhe prej burgut, kur të ikish, dhe të vetë dorëzohesh, tretmanin e ke ndryshe. Dhe kur të kap forcat e rendit policia. Edhe kur vetë dorëzohesh, kur jenë në kërkim, janë masa lehtësuese, pasi që aty shihet që i pandehur, i akuzuari, ka gatishmëri që të përballet para gjykatës, dhe në këtë rast, ky lloj paraburgimi që është shqiptu zotit Grupi, është në suazat të masave ligjore që unë sinqerisht nuk e kam këtë informacion dhe nuk mund të di. Tani do me thonë vetë sa është publikuar. Po është një ndër masat që i parashel ligji dhe është një ndër masat që është praktik europiane. Dakord. Por i kthehemi të vazhdojmë aty ku diskutuam sa i përket përgjigjes tuaj që jeni plot deputet. Zoti Bexheti, është krijuar një perceptim që nga momenti që BDI ka kaluar në opozit, shumë prej antarëve të kësaj partije politike dhe shumë deputet janë larguar për shkak se BDI nuk shohin të ardhme ose shpresë tek BDI. Kjo gjë është e vërtetuar edhe me numra, pra nuk është as konstatim e as hipotezë. Nga 19 deputet sot keni ngelur diku 11 jeni. Pra është një tkurrje sepse keni bashkëpunuar si Fronti Evropian, pra keni pasur ASH-n e zotit Sela, keni pasur PDSH-n e kështu me radhë, dhe sot keni ngelur vetëm 11 deputet. Pra pak më mirë se sa vitin 2016 kur BDI kishte rënë nga 20 deputet në 10 deputet. Përpos kësaj, ka pasur edhe largimet e tjera nga BDI. Mes tjera është edhe ish deputeti i BDI-s, zoti Arben Ziberi, i cili u largua nga BDI, shprehu paknacin e tij dhe aderoi në lëvizjen demokratike të zotit Mexhidi. Këto largime dhe kjo tkurrje e numrit të deputetëve të grupit parlamentar të BDI-s nga Fronti Evropian dhe këto largime, çfarë tregojnë në realitet, çfarë pasqyrojnë gjendjen reale të brendshme brenda BDI-s? Ne kemi diskutuar në këtë studio dhe pas zgjedhjeve lokale për inxhinierikun zgjedhore kështu me radhë, dhe dëshmi e gjithë asaj kontinuitetit të qëndrimeve tona, politikave tona është se Bashkimi Demokratik për Integrim është në rritje e sipër në çdo ulëmtim dhe çdo matje të opinionit që po bëhen nga shtëpi relevante, jo që i porosit dhe i bën vetë Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe kundërta ka një rënje të mbështetjes 2 muaj pas zgjedhjeve për grupimin politik quajtur Vlen. Dhe gjithë kjo është një dëshmi e konstancës tonë politike
të komunikimit nga kryetari partisë dhe gjithë eksponentët tjerë të partisë me opinionin duke fol hapur për fenomenet, për çështjet, për zhvillimet. Pasi që konsideroj se politika nuk është vetëm numra, është numra, por nuk është vetëm numra. Dhe gjithë këto zhvillime që po ndodhin, gjithë këto tronditje që po ndodhin, gjithë ky poshtrim i faktorit politik shqiptar që po ndodh, pasi që të konsiderojsh se je respektabil të përfaqësosh pjesën shqiptare, popullin shqiptar në qeveri, në institucione, në këtë rast, duhet dish, të kesh kapacitetin dhe të kesh mandatin, legitimitetin nga qytetarët. Qoftë të mungon njëra apo tjetra, praktikat e kanë dëshmuar dhe po e dëshmojnë në këtë 2 vjeçar se gjitha këto ndodhin shkaku i mos relevancës të faktorit politik shqiptar në institucione. Kemi ndonjë të arritur avansim të ndonjë ligji që burojnë nga marrëveshja e Ohrit? Jo. Kemi investime serioze në pjesën shqiptare? Zoti Bexheti, këtu duhet me ju ndërprej. Unë po ju pyes për të kurrën e BDI-s, ju po flisni për projekte shqiptare. Ndërkaq, një qytetar pyet për... Nëse më keni përcjell me vëmendje, unë fola për rritjen e Bashkimit Demokratik. Po ju përcjell me vëmendje. Dhe numrat e Bashkimit Demokratik për integrim në grupin parlamentar janë po të njëjtat. Dhe unë nuk shoh kurrje. Një qytetar pyet tani për zoti Bexheti ka një pyetje që Irfan Buçin, rikthimi i zotit Buçin në BDI është një huazim me atë që ka ndodhur me zotin Ziberi, sepse këto figurat që ikin dhe kthehen pikërisht ndodhen në zonën e Shkupit për nga vini edhe jo. Ka një dallim. Sepse zoti Buçi ka qenë në LD, zoti Ziberi... Bashkimi Demokratik për Integrim është në opozit. Dhe në Bashkimin Demokratik për Integrim rikthehen dhe aktivizohen njerëzit që i ndajnë vlerat, parimet, bindjet. Tjerët që edhe vetë ndoshta deklarojnë se nuk e kanë pa vetin ndonjë organ apo diçka tjetër, ato ju dëshirojmë suksese, ju dëshirojmë punë mbar, ju dëshirojmë kontribut t'japin ati ku e shohën veten, po gjendja faktike është kjo, domethënë ne po flasim, unë në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim si deputet, po flas pasi që nuk jam në organet drejtuese të partisë, konstatojmë rritjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe ajo rritje vjen si rezultat i politikave konzistente që i ka Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe qytetarët shqiptarë në... Sepse nuk po flasim për një kalim të një aktivistit të thjesht, zoti Bexheti, po flasim për një person cili t'ia keni besuar kandidimin për qenë deputet. Elektorati, strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim... Strukturat e kanë propozuar, pastaj elektorati e kanë mbështetur. Çdo kush që bën ndonjë lëvizje, qoftë në të djathtë apo në të majtë, pasi që ju përmendet lëvizje të ndryshme, duhet vetë t'i sqaron sepse unë nuk kam ndjek ndonjë emision, me aq sa ma përcjellën, shqetësimin e shpreh personin fjalë që nuk është pozicionu në ndonjë organ. Çfarë do të them, edhe unë nuk jam në organ, edhe çka duhet me bë? A ka një dallim? Duke qenë në opozit, kur i bashkangjitën, pa ndonjë akt formal që shprehin nga dishmërinë, nëse thirreni në atë një fotografi ku ka qenë krejtë rastit një ndeje, unë në atë moment ku më qenë me të familjes, në tavolin tjetër dhe kur e kom kry kafen me të familjes, ne njihemi, pavarësisht kush në cilin subjektosh, jemi ullë dhe kemi pi kafe, kemi bashkëbisedu, dhe një konstatim i përgjithshëm se situata për shqiptarët është e rëndë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka organet e veta, ka kryetarin e vet, dhe ata i konstatojnë gjitha këta çështje të komunikimit. Në Bashkim Demokratik për Integrim nuk folet për pozicione, kush kudo strukturohet. Bashkimi Demokratik për Integrim ju bën thirrje gjithë qytetarëve, gjithë shqiptarëve, po edhe të etniteteve tjera, që ti përqafojnë vlerat që Bashkimi Demokratik për Integrim i afirmon dhe ta rikuperojmë këtë çështje. Zoti Bexheti, nëse në BDI nuk flitet për pozicione, cili ishte shkaku i përçarjes së BDI-s? Përçarje e cila krijoi pasoja shumë të rënda për këtë parti politike. Po koha do e dëshmojë, disa kanë pas për parim, disa kanë pas on nga halli, on nga meraku, dhe koha po e dëshmon.
Dhe do shihni që plot njerëz që... Sepse gjithë keni qenë në BDI bashku, edhe me këta që sot janë në Vlen, pra edhe ata që dikur janë quajtur grupi zjarrit, nëse ju të konstatoni që në BDI nuk flitet për pozita, Jo. praktika e dëshmon të kundërtën, sepse kanë qenë pikërisht pozitat dhe njerëz të pakënaqur me pozicione brenda BDI-s, që pastaj janë larguar përmes grupit të pakënaqurve. Jo. Po si Jemi është? të realt, atër kemi pas për kursin politik që e udhëhiqte zoti Grubi. Për kursin politik edhe për pozicionin e tij si zëvendës kryeministër, zoti Bexheti. Ne nuk kemi thënë që... Publiku e mban në mend. Hiqet, jo, publiku e mban mend, po edhe unë mbaj mend. Po. Edhe të lutëm, tash unë prononcohem. Jo, po ju dëgjoj. Unë ku mbajt edhe fjalime, edhe tjerë kolegë kanë mbajt, edhe ne i dim qëndrimet cilat kanë qenë. Kanë qenë i natët me zotit Mexhiti dhe zotit Grubi. Koha do i dëshmon, dhe është duke i dëshmu. Po ta shohim, tash edhe me rikthimin e zotit Grubi, edhe më qartë do të Koha dëshmohet. dëshmoj, dhe është i dëshmu, e vërteta mund vonon, po asnjëherë nuk mbetet pa me dalë në sipërfaqe. Në shesh, po, sigurisht. Dhe besoj që është në periudhën e vetë të fundit që del në shesh, kështu që e gjithë, edhe jam i sigur që gjithë opinioni tani më e ka të qartë. Çka? Që nuk ka qenë betej personale, nuk ka qenë betej për pozicione. Tani, ju, zoti Bexheti, ju jeni në BDI, mirë po nuk mund të themi se nuk ka qenë betej personale, sepse derisa atëherë zhvilloi debati në BDI për pozicionin e zëvendës kryeministrit të parë, u dëshmua që me të ardhur në qeverisje, zoti Mexhiti për vete zgjedhii pikërisht atë pozicion. Atë dhe pyetni zotin Mexhiti, jo mo. Po, një kohë, po jo në atë periudhë dhe ju keni qenë me zotin Po, Mexhiti. besoj që dallojmë. Po. Dhe jam prononcu në shumë raste që... Po, se mbase kjo temë është edhe e konsumuar, po me që ra diskutimit të çështja asaj se a flitet në BDI për pozita ose jo. Por i kthehemi në kuvend prej ku vini ju. Dështoi miratimi e rezolutës për mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Një deputete juaja, pra zonja Diana Toska, akuzoi që deputetët e koalicionit Vlen kanë munguar. Më pastaj u publikuan fotografi që dhe ata kanë qenë prezent aty, po çështja ju të na informoni prej brenda aty, për çfarë në realitet dështoi miratimi i kësaj rezolute. Kjo është në kontinuitet që para opinionit mundohen të shiten që marrin pjesë në ndonjë iniciativë që ne i ndërmarrim, sidomos të karakterit nacional kombëtar kur kanë të bëjnë, po në anën tjetër ata thirrën se përbëjnë shumicën parlamentare dhe janë partner i rëndësishëm, që fakt janë të parëndësishëm kështu totalisht, ata kanë peshën e përgjegjësisë. Pa vot të fitume që t'jenë aty, po megjithatë kanë menduar që mund t'i dalin zot. Dhe aty ku thash që ju keni pyetje tjetër, thotë që do pyetni. Ata kanë për detyrim me partnerët e vet t'i flasin këto gjëra, pasi që shumica parlamentare është politike. Partneritet. Nëse ju kujtohet, në fillim u flitte se bëhet harmonizimi programit qeverisë e kështu me radhë. Qa kanë harmonizu? Që mas parin pjesë të VMRO-s? Numra duhet, të kalojnë ato në komisione. Zoti Bexheti, besoj e dini qartë edhe ju se koalicioni Vlen... Ata nuk duhet fshen pas mos pjesëmarrjes të VMRO-s. Këtë pafuqi mbase në këtë përbërje qeveritare, e justifikojnë me faktin që BDI po qëndron pas derës së qeverisë. Dhe kjo po i bën pengesë koalicionit Vlen që të kushzoj partnerin qeverisës VMRO-DPMN. Po, ka një thënie popullore, gjua nuk ka kocë dhe mund thush çka dush. Në sytë e shqiptarëve, qoftë atyre që kanë votu apo s'kanë votu, ata kanë detyrim që të kenë përgjegjësinë, si që kanë marrë një të drejt, pa të drejt, atë kanë marrë edhe përgjegjësinë që të përfaqësojnë shqiptarët dhe të sjellin vendime, alibit, justifikimet se rrinë. Zoti Ahmeti është kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ka udhëheq Frontin Evropian. Që në fillim ka deklaruar se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk bëhet pjesë e qeverisë. Nga atëherë deri sot 2 vite kanë kaluar. Këta për
deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim janë qeveri, apo për të përfaqësuar shqiptarët. Këta duhet ju japin spjegim shqiptarëve për mos relevancën e vetë. A janë të kapur, a janë të shantazhum, a janë të paaft, a janë që nuk kanë kapacitetin e njohurive se si funksionojnë institucionet. Se diçka duhet të ndodhë që cila do që tjetë prej këtyre është shumë keq për shqiptarët. Cila do që tjetë prej këtyre është shumë keq për shqiptarët. Tani për ta kuptuar qartë, pse dështoi miratimi kësaj rezolute, zoti Beqeti? Mungesa e shumicës vullnetit politik, shumicës parlamentare që të rreshtohet. Nëse e mirëni raportin nga Komisioni Evropian për botën sërbe, mendoj se përgjigjen e keni të saktë. Aty e keni përgjigjen sepse dështon kjo rezolutë. Atë nuk e ka atë konstatim. Nuk e ka konstatu grupi parlamentari Bashkimit Demokratik për Integrim. As kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë po është iniciative juaj. Relevant i Unionit Evropian, ku thot për ndikimin e botës sërbe në Maqedoni. Edhe shumë e qartë është sepse ndikimi asaj botës sërbe nuk lejon që këto iniciativa që janë shumë të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për kalumen, jo vetëm për individët, personat që kanë udhëheq ushtrinë çlirimtare të Kosovës, po për gjithë shtetin e Kosovës, për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët dhe qytetarët e Kosovës, edhe do ishte shumë e rëndësishme që edhe Maqedonia të rreshtohet, parlamenti maqedonist miraton një rezolutë të tillë. Fatkeqësisht po mungon vullneti i kësaj shumice parlamentare që të miratohet. Pra, duhet ta përsëris sërish, sepse publiku u hutua me këtë situatë. Dështoi miratimin e rezolutës, ju akuzuat për mos prezencë të deputetëve të shumicës, nga vlen publikuan foto që deputetët e tyre kanë qenë prezent. Prandaj, në këtë situatë, kush kë po e mashtron, kush nuk po e tregon të vërtetën reale? E vërteta është një, dy nuk janë. Dakor. Shumicën në çdo komision. Komisioni për punë të jashtme në kuvend, po. Shumicën e anëtarëve në çdo komision parlamentar e ka qeveria, ta them troq, shumica parlamentare. Tash, kush duhet ta bën shumicën që të kalon kjo rezolutë? Shumica parlamentare, apo? Shumë e thjeshtë është lojrat se unë do marr pjesë, por nuk do kaloje, nuk kalojnë. Ta zotërit e vlerit duhet folin me partnerët e vetë, nëse i kanë partner, por që realisht nuk janë partner, flasin edhe të thojnë se kjo është vullnet i shqiptarëve, populli i dytë këtu në shtet, dhe kjo duhet mbështetet. Se edhe ata mbështesin diçka. Po shihet se këtu mirë është për eksponentët kryesor të vlenit, po jo edhe për votuesit që bile jo edhe për votuesit e vlenit, e i lemo për gjithë shqiptarët. Ligji për kazenot u premtua që në shtator të vitit që lan pas, pra në shtator të vitit 2025, do të miratohet. Fjala është për ligjin në të cilin parashihet largimi i kazenove dhe lojrave të fatit 500 metra larg shkollave. Ky ligj asesi të vijë në rendite. Nga BDI, pra ju akuzoni zotin Mexhidin si mashtrues për shkak se sipas jush e ka udhëhequr gjithë fushatën me këtë tematik për mbylljen e kazinave dhe largimin e tyre prej objekteve të shkollës. Megjithatë, nga vlen patëm premtuar që kjo gjë do të ndodh pas zgjedhjeve lokale, por akoma nuk po ndodh. Pse po zvarritet ky ligj, zoti Beqeti? Unë mund të jem tendencioz dhe të akuzoj, edhe pa bazë dikant, që përpiqem më optimumin e vetë mund që mos jemi tillë. Po faktet flasin ndryshe. Merrni postimet, merrni deklarimet e tyre me zë dhe figurë, kalojnë në qeveri, vendimi e kështu me radhë. Ke vendime që sot kalojnë qeveri, nesër i binë në parlament dhe i kalojnë. Çështja e kazinove është shumë e turbullt dhe duhet t'i pyesni ata që kanë marrë përgjegjësinë, që nuk ju ka taku, që janë pjesë e pushtetit, që kanë marrë përgjegjësi dhe kanë dhënë një premtim, zotim të rrejshëm, duke kërku modelin e Shqipërisë. Nga vetë zotim Mexhiti dhe të tjerët, Bilal Kasami, Afrim Gashi, Arben Taravari, kështu me radhë. Gjithë që kanë qenë në Vlen, kanë kërku mbylljen e kazinove.
Dhe prandaj ka qenë kërkesa jonë dhe kemi përshëndet edhe vendimin e Zotit Taravari kur braktisi qeveri. Braktis një këtë qeveri, pasi që gjitha premtimet që ju keni dhanë, pasi në programin kur del në zgjedhje, ne vendojmë edhe afate kohore, 6 muajt e parë, do këtë ndryshime kushtetuse. Pa ndryshime kushtetuse nuk bëhemi pjesë e qeverisë. Ka ndryshime kushtetuse? Nuk ka. Nuk ka. Akademia Shqiptare është? Ja, tem tashmë është në arrest. Po, dakor. Kazinot janë mbyll? Nuk janë, disa prej tyre online janë mbyll. Gjykata kushtetuse u ka bë organ parapolitik që u merrte vetëm me ligje që kanë bëjnë për shqiptarët. Jetojnë shqiptarët më mirë? Pa të premtim që dhe u akthejnë parat qytetarëve, dhe kënë aksione, kështu me radhë, dhe nërmarjat publike, modelet ndryshme, ku këta që u dheqin vlenin, ka ndodhë në njëra prej këtyre? Jo, nuk ka ndodhë, po a ka ndodhë edhe vetëm brenda këtyre 2 viteve të fundit, zoti Bexheti, kjo situatë? Sepse kjo ka një zanafil. Kjo është këto 2 vite. Po jo, kjo ka dhe një zanafil më herë, sepse disa çështje nuk janë mbyllur nga BDI. Ordani pyeti. Po, janë bie fjala për rastin e gjuhës shqipe, rastin për provimin e jurisprudencës që do diskutojmë. Janë shumë çështje të cilat nuk i kanë mbyllur BDI dhe tani akuzohet edhe kjo përbërje qeveritare që në fakt edhe mos përmbyllja nga kjo legjislaturë aktuale nuk është e natyrshme të justifikohet me atë që nuk ka bërë BDI sepse kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe asnjë eksponent tjetër i Bashkimit Demokratik për Integrim në asnjë kohë, në asnjë qeverisje nuk ka thënë që i kemi kryt gjitha punët. Po popullata ka dalë e kënaqur nga punët që kemi realizuar, nëse flasim për 10 zotime kryesore, nëse 8-9 i kemi kry, apo 7, dhe 2-3, këtu asnjë. Si presedent që po ndodh tash. Si e dëshmoni ju zoti Bexheti se popullata ka dalë e kënaqur ku nga 10 komuna në vitin 2021 keni ngelur me 3 komuna në vitin 2025. Po inxhinieringu mundet edhe be 0 komuna të nxjerrje. Mirë, po ku qëndron atër vula se kanë qenë të kënaqur qytetarë? Po mirë, këta universitete, kush i bëri? Politikat e ku i kanë bë? Këta universitete kanë ardhur si rezultati një sakrifice më të hershme që është bërë që nuk ka ekzistuar as BDI atë kohë. Pa diskutim që sakrificë, unë kom qenë student i atë universiteti kur nuk ka ekzistuar BDI-a. Po BDI erdhi e materializoi, e efektuoi, e zyrtarizoi, po. Me ligj ashtu është. Dhe atë universitete kanë finansuar gjithë shqiptarët me vetë kontribut. Dhe ne nuk i përvetsojmë ato merita. Tash çka ke? Dojnë fuzionimin e gjitha universiteteve në mënyrë arbitrare, po, me ndryshimet ligjore, po. Ne flasim për fakte. Ata dalin thënë ka pas kaq ministrat Bashkimit Demokratik për Integrim dhe nuk e kanë regullu çështjen e jurisprudencës. Nuk është be vërtet, ato duhet ta njohin kushtetutën dhe ligjin. Jo, për këtë ligji është miratuar në vitin 2017 kur rregullon përdorimin e plot. Para se të flasim për këtë, zoti Bexheti, ta dëgjojmë një material. Po jo do ta diskutojmë këtë. Së pari kërkoj nga regjia materialin e përgatitur për çështjen e provimit të jurisprudencës. Nga viti 2002 e kënde ka patur 7 ministra shqiptar të drejtësisë. Pse nuk e kanë zgjidhur ato 7 ministra shqiptar të drejtësisë çështjen e provimit të jurisprudencës? Këtë pyetje duhet ta bëjmë ne. Dhe jo t'i dëgjojmë ata tek na shesin mend neve të njëjtit. Cilët ata? Po sa ministra? Jo, ministra, pak kontekst historik, se jem ai i ri edhe po e marr të drejtën se 2002 shën ke qenë me siguri shumë i ri, po nga atëherë ka patur 7 ministra shqiptar të drejtësisë. A është normale që në vitin 2025 ne duhet merrem me një çështje kaq të vogël sa lejimi i kalimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe kur kemi kushtetut dhe ligje që vendosin dygjosi në vendin tonë. Turpu qoftë, atyre 7 ministrave të drejtësisë që nuk kanë rregullu këtë çështje. Turpu qoftë, edhe në emër të atyre studentëve. Keq mundet? Po zoti Bexheti e dëgjuat zëvendës kryeministri. Më mirë mos e kisha dëgjuar se edhe një herë ma vërteton bindjen se o nuk din o prej halët kështu flasin. Nëse i marrim të dhanat, ligji për përdorimin e gjuhëve në formën ku lejon përdorimin edhe në jurisprudencë është në vitin 2017. Ky zotnia besoj që edhe nuk e din. Edhe kështu nuk ja marrim për të madhe. Dhe ky ka qenë antar i Aleancës për shqiptarët. Në qeverin, ku dominante ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, që ja përkujtoj krejt opinionit se është mashtrues
ordiner, se nuk besoj që nuk ka informacion, dhe ligji për provimin e jurisprudencës ka kalu në qeveri, ka dhënë mendim pozitiv Komisioni Ligjëdhënës i qeverisë dhe ka ardhur në parlament. Me rregullore të parlamentit, gjitha ligjet nga qeveria paraprake i kthehen qeverisë në rishqyrtim, qeverisë re, qeverisë pa legjitimitet të vlenit, dhe asnjëherë nuk kanë ardhur në kuvend. Tash, kujt duhet t'i vjetë turp? Po pse nuk kanë ardhur në kuvend? Po tash, ta pyt një atë, ju pas ki pas në emisionë dhe u ka desh ta pyt një. Po jo, ne e kemi pyt. Nështë se keni pas informacionin. Jo, e kemi pyt. E keni pas informacionin që në qeverin e BDI-s ka kalu në qeveri dhe ka shku dhe deri në parlament? Po pse ka ngel atëherë, në atë ku, pse nuk u zgjidh më herë, sepse BDI-ja nuk ka qenë nga viti 2017, shumë më herët ka qenë në qeveri. Ju, zoti Bexheti, keni qenë ministri i drejtësisë nga viti 2011 deri në vitin 2014. Po. Dhe sot a ndjeni përgjegjësi për mos realizimin e kësaj kërkese që 10 vite pasi keni qenë ju ministër, aktualizohet një kërkesë dhe një e drejtë të studentëve shqiptar. Bërë zoti, në vitin 2017 është miratu ligji për gjuhë. Sepse këtu e kemi diskutuar këtë çështje. Lutëm veç pak. Edhe para miratimit të ligjet, zoti Bexheti, në vitin 2011, në kushtetutën e vendit, figuron, sepse kemi pasur këtu edhe juristë të posaçëm ku kemi diskutuar për këtë çështje, të cilët kanë thënë që, sipas ekspertizës së tyre, nuk është vetëm bazë mjaftueshme vetëm ligji për përdorimin e gjuhëve. Ligji për përdorimin e gjuhëve fillimisht është shpruar në vitin 2008, vitin 2011 dhe vitin 2017. Edhe viti i ligjit në 2017 zyrtarizoi gjuhën shqipe në tërë shtetin, realisht. Edhe pre ati fillon dhe ka një nen se ligjet që nuk do të harmonizohen me këtë ligj do vlejnë dispozitat e këtij ligji. Pasi që detyrimi nga ai ligj është që gjitha ligjet tjera të harmonizohen në afat prej një vjet. Dhe unë të them me fakte, dhe ti më pyet mu pse është lënë atë kohë, po qeveria ka programin e vet, çdo ministër e paraqit programin e vet deri tek qeveria dhe e ka kalu një Po, ministër. zoti Bexheti, mirë, po kur bëhet fjalë për ligje për vjetrimin e veprave penale për keqpërdorim të pozitave zyrtare, ato ligje kalojnë brenda natës. Kur bëhet fjalë për një ligj për gëzimin e një të drejtë elementare, bazike për studentët shqiptar, bëhen procedura ka parashikueshme. Kështu edhe një herë ta opinioni se besoj se edhe ju pak në aspekt juridik duhet ta keni të qartë. Ligji ka qenë në parlament, Abedin. Dhe përbërja e re parlamentare ka obligim ligjet e përbërjes kalume, tja rikthen edhe një herë qeverisë. Dhe janë rikthi dikon do afër 200 ligje. Dhe nuk është kthi asnjëherë më në parlament. Kështu që nuk mund të thoni që s'është bë. Përsëri mungon vullneti politik i kësaj qeverie me një qasje poshtruese ndaj shqiptarëve. Në diçka të bëme vetë dhe vetëm akti i votimit që u ka dashur ndodhje. I ka kalu filtrat. I njëjti organ ligjëdhënës, juridiko ligjëdhënës i qeverisë që ka dhënë mendim pozitiv. Pse tash nuk e jep? Tash del kryeministri thot kanë drejt, mbas 3 ditëve s'kan drejt, mbas 5 ditëve kanë bërë komisionin e Venecias, ku nga ai komisioni i Venecias, partneri strategjik i shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në udhëheqjen e zotit Trump u tërhoq. Edhe nga i Komisioni Venecias. Nuk janë të detyrueshme të gjitha mendimet. Pasi që çdo shtet ka specifikat e veta. Edhe këtu të jemi të qartë. Nuk janë obligative për shtetet mendimet e tyre. Pasi që dallojnë problematika. Zoti Bexheti, nuk po flasim për një periudhë të caktuar kohore, vetëm për një ministër shqiptar. Pra e dëgjuat përmendën 7 ministra shqiptar dhe kjo punë nuk është bërë. Nëse i ka kaluar ligji këto filtra, dhe tani përgjithësia, jo vetëm një moment. Dhe tani përgjithësia bie. E po nga viti 2017, ju keni qenë në qeverisje deri në vitin 2024, zoti Bexheti. Janë 7 vite. A u desh 7 vite për mos miratimin e këtij ligji? A 7 vite janë të nevojshme për kalimin e atyre filtrave? Mos, më përcjellë me vëmendje. Një vit është prit harmonizimi i ligjeve pasi që ligji Dakor, 2018. 2018 ka ardhur 2018. Po, edhe janë edhe 6 vite tjera. Ashtu. Edhe
ka ardhur radha edhe kjo çështje është rregulluar nga ministri në ato kohë që i ka rënë në hise, në përgjithësi zotit Lloga dhe ka bë propozimin dhe qeveria si organ kolegial, jo i vetëm, i ka kalu gjitha filtrat. Dhe tash, këtu ne flasim, tjetër është çështje të flasim për vonesë, tjetër është për realizim dhe mos realizim. Ja, po tjetër edhe ashtu, ky konstatim që unë nuk do e kundërshtoj. Ka vonesë, po ka realizim. Këtu nuk ka as realizim. Ja, nuk është konstatim, vetëm është fakt. Fakt i bazuar. Fakt i bazuar. Po. Ka vonesë, po ka realizim. Po këtu nuk ka realizim. Prej atë 200 ligje nuk është e vërtet që asnjë ligj nuk ka ardhur. Qeveria i ka zgjedhë cilët me i rikthej prapë në kuvend, cilët jo. Pra jo vlerësoni që barra e përgjithësisë bie mbi koalicionin vlerësat. Faktet dhe aspekti procedural e adreson barën e përgjithësisë mbi, në këtë rast, shumicën parlamentare ku vlen është pjesë e kësaj shumice parlamentare, kësaj qeverie. Dhe vlerësoni që edhe ministrat që kanë qenë edhe para jush edhe pas jush nuk duhet të ndjehen Jo. përgjithësi. Jo, mund të flasim për personat që kanë qenë dhe kanë udhëheq dikasterin, cilët i dinë rrethanat se pse në atë kohë është propozu. Po megjithatë, fakt është që është propozu. Dhe fakt është që ka kalu gjitha filtrat, gjitha procedurat që i duhen një ligji të kalon dhe ka arrit deri në Parlamentin e Maqedonisë Veriut. Tani një çështje tjetër që është diskutuar edhe me Dhe zotin drejt Fetaj. studentët shqiptar po protestojnë. Do i përkra plotësisht që edhe protestojnë. Është një kërkesë legjitime. Është shumë legjitime, studentët janë një gjeneratër revolucionare që nuk kanë kohë në atë konstatimin e juj që e bëni që vonesat e kështu me radhë që... Ju sërish i celësoni konstatim, është fakt i bazuar, zoti Fakti Beqeti, nuk mund të them që 7 vite janë pak për si edhe një ligj. Fakti bazum le tjetë, që plotësisht kanë të drejtë. Qoftë edhe ne adresojnë ndonjë kritikë edhe personale, qoftë ndaj meje, qoftë ndaj Bashkimit Demokratik për integrim për vonesën, po jo edhe për mos realizimin. Për mos realizimin ka emër dhe mbi emër. Dakor. Jeni deputet në këtë drejtim, mes tjerash kemi diskutuar me zotin Fetajin si bartës kryesori ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ju përmendet edhe Komisionin e Venecias, ky ligj ka kaluar nga atje dhe me vërejtjet që ka marrë. Mes tjerash me siguri me që jeni edhe jurist edhe deputet e keni parë ligjin në fjalë. Ligj përmes të cilët synohet që të vendoset barazia e përfaqësimit drejtë dhe adekuat. Nëse tani ditëve në vijim pritet mbasi të vijë dhe ky ligj në kuvend, do ta mbështesni apo do ta kundërshtoni? Sigurisht që mbas asaj që kemi ndëgjuar, nuk do e mbështesim, do propozojmë edhe amendamentet tona, me siguri si strategji e grupit parlamentar, pasi që në ndëgjim nga eksponentët e kësaj qeverie edhe nga zoti Fetaj dhe nga të tjerët, se rëndësi pas ka profesionalizmi dhe jo etnia. Kështu që ne jemi edhe për njënën edhe për tjetrën, këtu dallojmë, jeni dëshmitar që u hoqë balansusi dhe 2 vite kalun akoma nuk ka arrit në kuvend edhe ky ligj. Kështu që fatkeqësia ka një dallim. Një shprehje i thuhet majorizim kur nuk pajtohesh dhe të majorizon. Këtu në vend se të thonë që jemi të majorizuar dhe të braktisin institucionet në shenjë mos realizimit programit dhe të vullnetit politikit shqiptarëve, këta dalin lavdrojnë çështjet ligjore, zgjidhjet ligjore që i poshtrojnë shqiptarët dhe u shkërtojnë të drejtat. Shqiptarët kanë kapacitetin e dur edhe për profesionalizëm, po edhe për përfaqësim drejt dhe adekuat, e cila është arrit me shumë sakrificë. Dhe tash po përqafohet vetëm njëri koncept dhe ky tjetri përfaqësimi etnik tjetë vetëm formal. Dhe këtu është turpi që e përmendi zoti Fetaj, dhe në aspekt shumë kolegial, jo për akuz, i drejtohem që më mirë është thot se kaq mundemi, kaq kemi takat në gjuhën popullore, kaq na përfillin, se sa del dhe të legjitimon, unë dhe thëmë malet një majorizim që po i ndodh, apo një shërbim që me vetdijet plot po ja bën
eksponentëve të VMRO DPMN-s. Mestierash ka pasur edhe 10 drejtorë shqiptar të cilët në shenjë proteste lëshuan në mbledhje të ministrit Minçev nga partneri i koalicionit Znam, mirë po më pasaj Ne jemi dëshmitar në rrugë 2 vite. çorre ky veprim. Ne jemi dëshmitar që 2 vite po përbuzët, po nënçmohen të arriturat e shqiptarëve dhe qasja është e tillë nga i pari i qeverisit. Jo, këtë drejtim ka qenë edhe ngjarje brenda javës kanë qenë fyrjet në një ndeshje sportive me gjasi keni ndjekur. Pastaj frima është u bartë, nuk është vetëm kjo e Prej fundit të cilë, që ka ndodhur. ngjarje ndaj të cilës ka reaguar pra edhe nga Shqipëria ka pasur Edhe reagime. më herët ka pas. E që nga pushteti aktual me gjas ka pasur vetëm reagimin në rrjetet sociale, nuk ka ndonjë veprim konkret në drejtim të identifikimit dhe dënimit të personave që pra kanë lëshuar ullurima nacionaliste dhe fyse ndaj Ju jeni shqiptarëve. gazetar dhe mund të bëni prononcime dhe aq mundeni. Këta zotnit e vlenit janë të vetëdijshëm që janë në institucione dhe duhet të veprojnë. Këta nuk janë për postime në rrjetet sociale, duhet të veprojnë. Po, pa tjetër atë gjë e kërkojnë. Nuk po veprojnë, kalojnë 2 vite. Festa e flamurit shqiptar. Qa ndodhi? U avansu. Ai që përdosi. Zëvendës ministri nga kjo studio ka thënë që nuk është avancuar, pa. Tash faktet flasin, unë mund të them ndryshe. Faktet flasin. Cili person, eksponenti tyre, po ka një qasje anti-shqiptare, po avansohet, po regulohet, në mënyrë më të mirë, po fundja e fundit ato janë zgjidhje personale, po ato të regojnë një porosi për friman, që po e bartë kjo qeverin vete, dhe që qasja është gjithnjë më shumë poshtruese. Dhe nuk është e rasti një konstatim ndër qytetarët në popullat që vleni është i parancishëm këtë situatë, në këtë qeveri. Dhe fatkeqësisht domin nuk është për eksponentët kryesorë të tyne. është tek populata, dhe tek shumë lëmi tjera, nuk është vetëm tek arsimi i lartë, nuk është vetëm tek provimi i jurisprudencës e kështu me radhë. Shumë kund, gjithë kund, po ndodh një qasje shumë jo parimore dhe që nuk i shërben edhe stabilitetit të shtetit. Dakor. Ju, zoti Bexheti, ju referuat asaj çfarë flitet në opinion për koalicionin Vlen, mirë po mes tjerash, në opinion flitet se BDI këtë gjurmë opozitare bën për rikthim në pushtet, jo se ka ndonjë kauz të vërtet. BDI-a që ka kauz të vërtet, frontin evropian që apostrofuat ju, i fitoj zgjedhjet. Dhe kemi debatu në këtë studio. BDI ka kauz që e ka dëshmu në vepra, dhe normalisht që i pranojmë lëshimet, i pranojmë gabimet që nga ka ndodhë gjatë qeverisjeve tona. Tash jemi në një proces ku realisht ka edhe një reformim, një ndryshim në organet partijake, ku ka një mbështetje të gjanë gjithë drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, gjithë antarët e organeve, qoftë kryesisë të Këshillit Përgjithshëm, qoftë antarët e Këshillit Përgjithshëm dhe organeve tjera, dhe besoj që ditës ky proces po merr formën e duhur, janë emëruar gati se gjithë kryetarët e degëve dhe pak jemi në fund faktikisht bashkimit këtij procesi, ku tash do vazhdojnë me aktivitete edhe tek forumi gruas, edhe tek forumi rinor, po edhe tek konsolidimi gjithësisht krimin e organeve në përdek. Dhe këte përqafojnë dhe po aktivizohen shumë njerëz që kanë qenë pasiv, apo që nuk kanë qenë aktiv në ndonjë parti politike, po edhe njerëz që kanë besu në ndryshimin që e vërejnë se ndryshimi është zëvendësu me poshtrim, dhe po rikthehen të japin kontributin e vetë tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Zoti Bexheti, ju mes tjerash më herët theksuat që Ali Ahmeti, si lider i Frontit Evropian, më pas si lider i Aleancës Kombëtare për Integrim, e ka thonë trot qysh atëherë që nuk është i interesuar për të hyrë në qeveri. Mirë po, më vonë, pra deputetja e VMRO DPMN-s, Dafina Stojanovska, deklaroi publikisht që po në zyrën e saj
janë takuar pra deputet të BDI-s, ka pasur takim mes eksponentëve të lartë të BDI-s dhe VMRO-s, ku është shprehur interesim i lartë për të bërë pjesë e kësaj garniture qeveritare, madje edhe me një ministri më pak edhe pak kryetarin e kuvendit. Ju, si kundër përgjigje ndaj kësaj, kishit një reagim ngjajshëm në rrjetin social që e cilësuam si nuk është një hapësirë aq serioze për të shprehur një veprim, dhat një reagim dhe e lat me aq. A mjafton për shembull nëse kjo deklaratë e zonës Stojanovska, sipas asaj që keni shkruar në rrjetet sociale, nuk qëndron, pse nuk hyt më thellë për ta paditur deputetën në fjalë për rënim të reputacionit të partisë tuaj opozitare? Se nuk vlerësojmë se ka arrit që ta rënojë reputacionin e partisë tonë. Kjo është e njëjta, siguron të tash them për një politikan qoftë VMRO-s apo tjetrët, është takun zyretim e ka fol këtë. Dhe me këto teori konspirative, po merret vleni dhe ka pak e suporton në një koleg i VMRO-s. Në munges të fakteve, në munges të punës, në munges të rezultateve, këta mirën me konspiracione dhe nuk mirën me gjendje fakt. Ajë tash të apostrofojmë, unë jem taku me Sadullah Durakun për me kriju një parti politike. Është e vërtet kjo? Sadullah Duraku do del, do demanton. Se nuk është e vërtet. Shemull do me rast shumë ta banalizoj këtë çështjen e takimeve se... Nëse është e pavërtet, pse nuk keni shku për ta paditur? Nëse ju kujtohet sa të zëshëm ishin vleni apostrofon, dhoma 161, ku ju bona thirrje, nëse ka pas në një takim të atill, ku marr pjesë edhe unë jap dorëheqjen nga pozicioni deputetit, po jep edhe ti vetëm kërko falje, i kum thënë. Pastaj e harrojnë, kështu që ne me fillu me padi nuk është. Ata le të vazhdojnë të punojnë. Mirë. Këto nëse i cilësoni konspiracione. Konspiracion nuk ishte edhe pjesëmarrja e zotit Ahmeti në takimin e liderëve që u thirr nga VMRO do Takimi i liderëve ka qenë transparent. Po ju pyes. Mirë, po në këtë drejtim, kjo pjesëmarrje e zotit Ahmetit në këtë takim të liderëve ishte më shumë e dobishme apo e dëmshme për BDI-n, sepse flasim për një parti politike e cila gjatë gjithë kohës akuzon VMRO DPMN edhe për inxhiniering, edhe për gjithë shka tjetër, që ka ndihmuar koalicionin Vlen edhe në zgjedhje lokale, në dëm të shqiptarëve, gjithë këto akuza, në ftesën e parë për të marrë pjesë në një takim të liderëve, ju i përgjigjeni pozitivisht për dallim prej LSDM-s të cilët e bojkotuan pjesëmarrjen e tyre në këtë takim. Dëgjoni, pjesëmarrja në takim dhe qëndrimet e çdo partie politike, apo pastaj që transferohet edhe te grupi parlamentar, është e drejtë legjitime e gjithkuj. Ka qenë vlerësimi i organeve partijake që Bashkimi Demokratik për Integrim duhet merr pjesë dhe të jep kontributin e vet. Se çdo takim thirret kur ka ndonjë situatë që realisht ka diçka problem. Dhe ne tash duhet ta nxitim problemin apo të japim kontribut për problemin. Për me u evitu ato probleme. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka zgjedhur rrugën që të jep kontribut me një qasje konstruktive, pavarësisht që jemi në opozit, ne kemi dërgu porosi, jo vetëm porosi, po edhe me argumente, se jemi të gatshëm që të japim kontributin ton aktiv drejt gjithë këtire temave dhe shumë temave tjera. Nga të qenërit opozit. Po. Sepse ju e cilësuat konspiracion dhe derisa nuk ka fakte konkrete, mbetet në kornizat të tilla, pretendimin e deputetës Stojanovska, mirë po, konspiracion nuk është pjesëmarrje në takimin liderëve. Konspiracion, zoti Bexheti, nuk është as deklarata e zoti Ahmetit, ku thotë që e pres një takim me zotin Mickovskin, nëse nuk më fton ai, do ta ftoj unë. Kështu dështë edhe dalë. Është normale që të komunikohet. Ne në parlament. Ne komunikojmë gati se gjithë grupet parlamentare. Jo gati, po komunikojmë kolegët me zvete. Edhe kjo puna, kërë thash konspiracion, kjo është mungesë e argumenteve. Është normale që edhe të takohen. Edhe të komunikojnë, qoftë në mënyrë telefonike, qoftë në mënyrë edhe me u taku. Pasi që janë aktor të rëndësishëm, eksponent politik të këtij shtetit, nga cilën varet stabiliteti i brendshëm, progresi i shtetit, zhvillime shumë të rëndësishme dhe është shumë normale që edhe partit në pushtet edhe në opozit të japin kontribut në këtë drejtim që do të thot të mirë të shtetit, institucioneve, po për gjitha edhe për qytetarët kur është. Për shembull, të karikojmë se vjen një ligj për rrogën minimale, nëse vjen që korespondon
me politikat tona dhe pritshmëritë dhe nevojat e qytetarëve, është normale që ne ta votojmë. Po ka edhe ligje që i keni votuar atë kësaj përballje qeveritare. Me këtë ne dëshmojmë në praktikë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka qasje të kujdesshme dhe nuk ka qasje arrogante. Pra nuk është ajo se BDI po qëndron pas derës së qeverisë dhe mezi po pret një takim me Mickovskën për të vutën në qeveri. Pas derës, këto prej se janë në qeveri janë pas dere. Brenda në qeveri nuk janë se nuk ka rezultate. Për vlenin e kom fjallën. Po ju kuptoj shumë Këto nuk janë pas dere në koridor dikun, so azat qeverisë. Në bas punëve dhe fakteve cilët mund debatohet, je që i themon. Ja, urdhno mere programin e tyre, le ta lexojmë bashkarisht çka kanë realizuar prej asaj çka kanë premtuar ose ti lëshojmë çka kanë premtuar në fushat. Unë u përpoqa disa prej tyre. Dhe nuk është e rastit zhgënjimi në popullat dhe nuk është fundi botës. Duhet një ditë dalin edhe ta pranojnë e dështum. Kërkojmë falje. Praktisin institucionet, shkoj shteti drejt zgjedhjeve, a është mos aftësi e tyre, apo është mbi votim, apo diçka ka këtu, nuk mundet të pse LSDM-ja ka më pak argumente për disa çështje. Vis-a-vis VMRO-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka më shumë argumente vis-a-vis politikave të kësaj shumice parlamentare. Se është refleksion i shumicës së shqiptarëve në këtë shtet. Qëndrimet tona janë të ngjashme me shumicën e shqiptarëve. Dhe do të shihni dita ditës gjithnjë më shumë do mbështesin politikat që ne i përfaqësojmë. Jemi krejt në fund, zoti Bexheti. Në këtë emision ju kam thënë. Po. Kur më keni pyet për reforma, zoti Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dëgjon dhe vlerëson zërin e qytetarëve. Ashtu doli. Edhe tek qëndrimet e politikave ditore. Zoti Ahmeti, organet e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë dëgjuar dhe vazhdojnë dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe jemi në një partneritet permanent me zërin shumicës shqiptarëve në këtë shtet. Edhe për kundër faktit që jeni edhe në opozitë edhe nuk arritët të fitoni numrin e komunave për cilët garu. Ne kemi dëshmu që nuk është luft e pastër për pushtet. A do jem unë, a do jeni ju, a do jetë dikush tjetër. Ne kemi thënë se kjo prej në fillim, se kjo qasje nuk do jetë respektabile me pritshmëritë dhe gjendjen faktike të shqiptarëve dhe kështu ndodhi. Dhe ne bashkarisht me gjithë shqiptarët, pa dallim cilës parti politike për integrim, Bashkimi Demokratik për Integrim është i gatshëm t'i prije dhe në kohë sa më të shkurt ta bën këtë ndryshim të kësaj situate poshtruese që po ndodh, qoftë në aspekt legjislativ, qoftë narrativit, qoftë frymës që po ndodh këtu në shtetin tonë. Po, për ta përmbyllur sepse jemi krejt në fund shumë shkurt, zoti Bexheti. Jeni për zgjedhje të parakohshme parlamentare apo me marrëveshjet e tjera për rikthim në pushtet? Ne jemi për zgjedhjet parakohshme parlamentare, pasi që konsiderojmë se është bën një padrejt fundamentale në demokraci shqiptarëve. Nuk është respektu vota e shqiptarëve. Fatkeqësisht, këtë argatllëk, këtë shërbim e bën eksponentët e Vlenit. Dhe ky shtet do të ketë stabilitet vetëm kur ka legitimitetin e dy popujve më të mëdhenj në këtë shtet, shqiptarëve dhe maqedonëve dhe etniteteve tjera. Demokracia këtë kuptim e ka. Tjetra, gjithë shka që do flasim ka të bëhe me vazalitet dhe ka të bëhe me motivet ndryshme që koha, si që konstatuam, se gjithmonë e vërteta delëshesh. Faleminderit për kohën tuaj, zotë Bexheti. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje deri në intervistat tona të radhës.